veprat më dashura tek Allahu janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak. Do të Allahu xhallahu ala don nga robi i tij që të vazhdon punë të mira. Nga njëre intensiteti dhe sasia punë mund të dallojnë, normal. Nuk mund të vazhdojmë tash njëjtë pas Ramazanit, sikur ishim në Ramazan, nga sa e ka qenë një muaj i veçantë, mobilizim më i madh dhe tash normal ne i kthejmë rrjedhave normale të jetës tonë. Por kjo nuk kupton shkputje. Prandaj në intensitet të punëve, në vollumin e punëve mund të ketë dallim nga pak, por puna vazhdon tutje. Nga se këtë Allah dënë ma mirë, ma shumë duat e me dënë, se sa që dikush të bënë një herë, pas të shkëputet. Ma mirë një sadaka e vazhdueshme, një lexim Kur'an i vazhdueshëm, se sa një herë jep shumë, mos jep pas një herë, ose jep kush e dikur pastaj. Lexon Kur'an Ramazan, sasi të hatmeve, lexim të mirë, pastaj shkëputet e kush e dikur e prek Kur'anin e kështu me radhë. Cila është arsyeja e vazhdimësisë? Nga se të ndërruar vëllezër dhe motra, feja islame vazhdimësinë e punëve ka objektiv. Është nga qëllimet e fesë që ta edukon individin, i tharin e kësaj feje, ta edukon në vazhdimësi. Është synim fetar. Nuk ka veç kërkesë, jo, është edhe qëllim, është objektiv. Dhe përderisa është kështu atëherë, ka shumë udhëzime që realisht e ndihmojnë besimtarin dhe e inkurajojnë besimtarin që vazhdimësia të jetë pjesë përbërëse e jetës së tij. Ka qëllim, është qëllim veti. Nuk është qëllimi i fesë një herë me bëni punë, 2 herë me bëni punë. Nuk është qëllimi i fesë kjo. Qëllimi i fesë është që të fillon dhe të vazhdon.